Shikues të Vision Plus, përshëndetje. Do të njemi bashkë parashikimin e motit për sot dhe nesër sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është shikuar nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti ka qenë në vlerësira mesatare deri të dentura si dhe me intervale afatshkurtra, me diell përgjatë ujësirës perëndimore. Rishit e shiut kanë qenë të erpashershme me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit. Në zonat malore, në lartësitë mbi 1100 metër, kemi patur prezencë të rreshjeve të dobta të Duborës. Era ka fryrë me drejtim nga Verilindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 14 metër për sekond. Dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 2 deri në 3 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 4 deri 13 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 8 deri 19 gradë dhe në Bregdet nga 9 deri 19 gradë Celsius. Edhe për ditën e shtunë, Shqipëria do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet kryesisht me kthjellime dhe me vranësira mesatare deri të dendura, kryesisht në orët e mesditës dhe pasdite. Në relievet malore, vranësirat do të shoqërohen në orët e mesditës me rreshje lokale shiu me intensitet të ulët, ndërsa në mbrëmje do të kemi ndërprerje të tyre në të gjithë territorin. Në relievet e larta malore do të vijnë sërish rreshjet e dobta të Duborës. Era do të vijojë të frymën drejtim nga veri perëndimi dhe Verilindja me shpejtësi mesatare 16 metër për sekond. Dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 2 deri në 4 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 2 deri 15 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 6 deri 23 gradë dhe në Bregdet nga 8 deri 21 gradë Celsius. Rajoni Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me alternim me kthjellimesh dhe vranësira. Vranësirat parashikohet të shoqërohen me rreshje shiu dhe Dubore me intensitet të ulët. Përsa i përket kontinentit evropian, ishut britanik, Europa Veriore, vendet skandinave dhe pjesërisht brigjet e Egeut parashikohet të ndikohen nga moti paqëndrueshëm me rreshje shiu dhe Dubore, ndërsa pjesa tjetër e kontinentit do të ketë mot kryesisht të qiell dhe me vranësira kalimtare. Duke jemi përfunduar, falenderoj për vëmendjen, bashkë në takofshim.